Në sheshin Liria të qytetit bregdetar, shoqata Gender, Paqe dhe Siguri ka organizuar me rastin 25 vjetorit të miratimit të rezolutës 1325 të Këshillit Sigurimit të OKB-s, një veprimtari në kuadër të kësaj përvjetori, në të cilin u kërkua përmbushja e detyrimeve të kësaj rezolute nga shoqëria. Pjesëmarrësit theksuan se data 31 tetor është dhe një ditë proteste dhe kërkese për gjendjen sociale të gruas shqiptare sot. Sot është një ditë që gjithë bota i përkushtohet sigurisë së grave dhe paqes së saj. 25 vjetori i rezolutës 1325. Agenda Gruaja, Paqja, Siguria. Në të gjithë botën flitet sot për sigurinë e grave. Sa të sigurta janë gratë në vendin tim. Si ka ecur, vazhdon të ecë pjesa e sigurisë për dhunën në familje. Si ecën dhe zhvillohet pikërisht qëndrueshmëria që kanë gratë në fuqizim ekonomik. Si mund të ecim ne në qoftë se ne pjesëmarrja jonë e grave nuk është atje ku duhet, dhe sigurisht ne ngrem zërin sot në këtë ditë për të ndihmuar të gjitha gratë të cilet janë një kategori e marginalizuar ku shumë herë flitet, por shumë herë nuk punohet. Dhe ne si shoqëri civile, sot si edhe përfaqësuese shoqatës Gender, Paqe, Siguri, mbi 25 vite në shoqërinë civile që luftojmë për drejtat e grave, është pikërisht gjëja më madhore që ne kërkojmë, sigurinë e gruas. Mendoj se nuk është ashtu si duhet, nuk është shumë e sigurt një grua, nuk është. Për ditë po dëgjojmë, po shohim vrasje, po shohim gjëra që nuk është e sigurt gruaja. Nuk shohim siguri të gruas shqiptare. Gruaja është e dhunuar, gruaja është e shfrytzuar, gruaja është nuk di çfarë them, ças po shohim vrasje, gjëra që po na terrorizojnë. Kemi frikë të hapim televizorin, sinqerisht. Shumë është për të ardhur keq për gruan që gruaja është forca kryesore e kësaj shoqërie. Shoqata Gender, Paqe e Siguri ka një aktivitet 26 vjeçar dhe drejtohet nga Bojana Çeveli. Kjo shoqatë është bërë e njohur për kontributin edhe në vitet e tranzicionit, për ndihmë të vazhdueshme ndaj problematikave sociale të grave, si dhe për luftën kundër abuzimeve në problemet e jetës së tyre të përditshme, duke ofruar edhe ndihmë ekonomike e juridike falas, dhe vijon në përditshmëri punën për krijimin e një mjedisi të sigurt për gratë dhe vajzat për të përmirësuar në vazhdimsi statusin e tyre në shoqëri.